Fatos Nano, si të parë si themelues të Partisë Socialiste, si i parë si reformues i Partisë Socialiste, si i parë si demokratizues i Partisë Socialiste, si i parë si transformues i Partisë Socialiste. Fatos Nano si lider i Partisë Socialiste në 14 vjet, kur nuk ka për të ndodhur më që në harkun e 14 vete, 4 vjet i kalosh në izolim dhe 8 vjet ta mbaq forcën politike në pushtet, pikërisht në dekadën e parë të themelimit dhe transformimit kësaj force politike si asnjë forcë tjetër politike, si motra në vendet e Evropës lindore. Do të mbahet mend si i pari që në zgjedhjet e para dhe të fundit që humbi, dha dorëheqje të parevokueshme, duke i lënë të lirë forcën politike dhe gjeneratën e re për të marrë drejtimin e kësaj force politike. Do të mbahet mend si i pari që tezën që ai tha se kur erdhi në pushtet se do të sakrifikojnë pushtet për ndërtuar shtet, se kishte thjesht një predikim. Por e bëri realitet. Kur ishte vetë në pushtet, duke hapur rrugën 2 djemëve të ri të PS-s për të bërë kryeministër dhe për të lënë karrikën e kryeministrit, 30 vjeç, dhe se Fatos Nano do të ngelet një qytetar ekselent, një intelektual i klasit parë, një politikan race, dhe do të mbahet mend më së fundi si i pari politikan që në demokraci është persekutuar 4 vjet. I paruar kujtimi i vllait tim dhe i kryetarit tim njëherësh, Fatos Nano, u preftiqet ai se sot e kanë nderuar, e kanë respektuar, e kanë përkujtuar përfaqësues nga gjithë territori i Shqipërisë, por jo vetëm, nga të gjithë bashkëkombësit tanë dhe jashtë territorit të Shqipërisë. I paruar kujtimit.